Politologu Ilir Kalemaj, duke folur mbi situatën në Kosovë, tha që marrëveshja Kurti-Limaj duket se është arritur, por tani kryeministës po kërkon të rrisë pazarin, duke synuar portofolje më të rëndësishme nga ato të ofruara. Sipas Kalemajt, problemi më i vështirë ishte konstituimi i kuvendit, ndërsa zgjedhja kryeparlamentarit është një ngërç që ka përcyer shumë institucional. Problemi më i vështirë ishte konstituimi i kuvendit. Fakti që s'ka përkohësisht një krye parlamentar, s'mendoj se është ndonjë ngërç që pak ka përcyrshëm institucional. Kurti arriti bastin politik pasi mbajtja të shumicës të cilësuar që e kishte marrë edhe në zgjedhjet e fundit. Preferenca e tij pavarësisht gjuhës acidike të përdorur ndaj tij në fushat ka qenë Fatmir Limaj, për faktin e thjesht që ka vetëm 3 deputet që bashkë me minoritetet jo serbe janë të mjaftueshëm për të kapërcyer pragun prej 60 deputetësh që i duhet për të qeverisur liqet. Fakti që LDK, PDK dhe AK kanë refuzuar me çdo çmim të bashkëqeverisin me Kurtin, është rritur pazari për Fatmir Limajin. Limaj është dakordsuar me Kurtin pavarësisht se s'ka një marrëveshje me shkrim. Por cila do të jetë formula? Ne pjesëmarrje në qeveri apo mbështetje jashtë qeverisë, siç ndodh në vendet perëndimore, por në trojet tona nëse nuk merr poste qeveritare, mund të ketë dy gjëra, sepse ata abstenuan për Axhiun ose ka rezerva shumë të forta për kandidaturën e Axhiut që ka më pak gjasa, ose i kushtozojnë votat pro në këmbin të ndoshta ndonjë portofoli më të rëndësishëm nga ai ofruar nga Kurti. Dihet kush janë ministrat e rëndësishëm, ministri i brendshëm, ministri i jashtëm, por në këto dy ministri janë bashkë punëtorët e ngushtë të Kurtit. Ndoshta Limaj mund të jetë një nga zëvendës ministrat. Me sa duket, dakordësia është arritur, tashmë është për të rritur pazarin dhe për të rritur status quo-n e përjashtuar skenari që Kurti mund të mos jetë kryeministër i Kosovës, u shpreh politologu.